Me qenë lokalist, po mundohna me do të thot me nisë prej dhejshës parë, që ka qenë kritika me madhe që është kanë me shumë drejncak, ndërsa sot pra ka një reflektim që ka ba me gjas PDK-ja, por që në rezultat mund tjetë komplet rezultat ndryshe, nështë prap kemi mi pa një dhejtëshe minimumit rajonit Drenizës. Pra, edhe pse kjo lëvizje ma shumë do të vlerësuar si përpjekje, po në fund të rezultati mund tjetë ndryshe. Por ka jam në interesant që shpeshherë nështë shumë jo dëgjuar dhe jo të njohur për publikun, por që si profesionisht kanë ra në sy disa, për shembull rikthimi i Muzafer Shalës, që ka qenë një ministër, është një profesionist jashtëzakonisht i mirë i teknologjisë dhe konsideroj që listat duhet me pas figura interesante që janë edhe fushës të inovacionit. Pa, një ishtë minister i inovacionit në atë kohë, edhe pse shkurt, por një profesionist i madh i shkolluar në Angli, profesor e gjonat e tjera. Po ashtu, nga Klina i ka 2 kandidat, që më ka bo përshtypje, për shkak që shumë pak parti kanë pas ekspert të fushës administratës. Numri 72 Agim Fejzullahi është jo emër një njohur, por me dekada kontribut në administratë, edhe besoj që mund tjetë një frym interesante, për shkak që ne po harrojmë që duhet një fokus shumë në administratë dhe në ministri, me pas sa ministri ka me pas qeveria. Nuk e dim sot asë një program qeveritar nuk ka dalë me prezentu se sa ministri përveç në fillim na kanë pas lodhë reduktim ministrive, ndërsa sot po thuj se heshtje e madhe. Po anën tjetër, për mos mu tregu prap lokalist, për parim Gruda, konsideroj që është bashkëfshatarjem, është hajka që e ka tregu edhe rezultate edhe profesionalizmi ti, besoj që duhet pa tjetër më pa në listën e PDK-s, por pa tjetër duhet me pas edhe rikthime e thamë gjithë Bekim Haxhiu, për shkak që Bekim Haxhiu jo shumë person i debatit në kuvend, edhe pse unë e qmaj se ka pas jashtëzakonisht shumë debat në kuvend, por unë e një ma shumë nga tereni, për shkak që shumë kujt i ka dalë ndihmë dhe ka pas derën hapun për qytetarët të Kosovës. Dhe është shumë e rëndësi pra që listat jo vetëm të kenë emra të dhejtë parë, por të kenë profile të ndryshme të cilat mund të kompletojnë një parti politike, dhe një parti politike është me mira konsideroj kur ofron profile të ndryshme. Patmirësisht që po thuaj se secila parti ka pas në këtë rast profile të cilat mund të vlerësohen dhe çmohen dhe duhet të kenë edhe tutje. Ndoshta kemi pas rast edhe hera të tjera me diskutu, s'kisha hi shumë emën për emën, por që konsideroj që PDK-ja është munduar me pas një listë ma reformatore që pasqyron edhe zotin Hamza që i prinë kësaj liste, por nështë është dashtë edhe ma shumë të punohet në këtë listë. Në fakt, ti gjetëve emrat cilët? Po tash nga 110, unë i përmena 2, 3, 4. Me bukurulum tim pas ke për listës. Ja, shumë ishte vështirë me i gjetë emrat. Konsideroj që profesionistë